Rreshtet e dendura të shiut të rëna gjatorëve të fundit kanë shkaktuar mjaft dëme në infrastrukturë dhe përmbytje në disa zona. Rreshtet e 12 orëve të fundit në Gjirokastër kanë shkaktuar bllokimin e aksit rrugor Kolonjë-Golem, duke izoluar me 10 banor të Golemit. Bllokimi erdhi për shkak të inerteve të rëna nga lartësia dhe terreni i paqëndrueshëm, por tashmë është rihapur. Po ashtu, në Dropull mbetet ende i pakalueshëm aksi Glin-Nepravisht, edhe nëpërmet është izoluar rruga Frashër-Verqisht, Miqan dhe për shkak të shkarjeve të dherave. Qindra hektar tokë bujqësore të mbjella me kultura të ndryshme janë përmbytur mëngjesin e sotëm në fshatin Muriqin të Krujës. Lagja fundore e fshatit Muriqin, që lidh lagjen me pjesën tjetër të vendit, është izoluar pasi rruga është mbuluar me ujë, niveli të cilët në disa pika shkon rreth 40 cm, duke bërë rrugën të pakalueshme vetëm me mjete të larta. Fatmirësisht, deri në këtë moment nuk raportohet për problematika të tjera, por gjithçka varet nga rreshtet dhe prurjet e lumit nga Tirana, nëse shirat do të vijojnë. Kujtojmë se në të kaluarën, për të evakuar banorët në disa lagje të këtij fshati, është dashur ndërhyrja e polumbarëve me gomone apo dhe ndërhyrje me helikopter. Shkak i kësaj situate është bërë dalja nga shtrati i lumit Ishëm, si pasojë e rreshjeve të dendura të rëna gjatë 24 orëve të fundit. Fatmirësisht, deri në këtë moment nuk raportohet për problematika të tjera, por gjithçka varet nga rreshjet dhe prurjet e lumit nga Tirana, nëse shirat do vijojnë. Segmenti hyrjes i Unazës së Pogradecit, që vjen nga Qafthana drejt qytetit, do të jetë përkohësisht i mbyllur për qarkullimin. Autoritetet njoftojnë se mbyllja vjen për shkak të rrezikut të rënies së gurëve, si pasojë e dëmtimit të një pjese të skarpatës nga rreshjet e fundit. Punonjësit në terren do të vijojnë edhe nesër punën për stabilizimin dhe përmirësimin e skarpatës së Kodrës. Hapja e këtij segmenti do të njoftonte në një moment të dytë sapo të përfundojnë hetimet dhe punimet dhe të garantohet siguria. Kujtojmë se në të kaluarën, për të evakuar banorët nga disa lagje të këtij fshati, është dashur dhe ndërhyrja me helikopter. Niveli i lumit Vjosa pranë urës Mifolit në Vlorë është rritur sërish në kuota 6.75. Lumi ka dalë nga shtrati të pjesa e pazarit. Rreshtit kanë bërë që të rritet edhe niveli i lumit Shushic. Në bashkinë Sarand ka pasur rreshje shiu me intensitet mesatar, ndërsa po vijon puna për rregullimin e argjinaturës të qarë në Çuk Bërdenesh. Në Delvin po punohet për urën provizore që lidh Delvinen me fshatrat Lefterhor, Kakodhiq, Sopot, si dhe pastrimet e rrugëve nga prezenca e gurëve. Ndërkohë 4 banesa në fshatin Vllahat rrezikohen nga rrëshqitjet e tokës, ndërsa në bashkinë Finiq po vazhdon puna për hapjen e rrugëve rurale në fshatrat Leshnisë e Poshtme dhe Leshnisë e Sipërme, si dhe Kastar dhe Brajlat. Gjithashtu lumi Osum, prej pasditës së djeshme, ka filluar ngritjen graduale të nivelit. Nga prurjet, lumi ka pësuar dalje nga shtrati i fshatit Veterik në pikën e daljes javën e shkuar, ku ka patur përmbytje tokash bujqësore deri 30-40 hektar.